Ndërtimet e larta dhe kullat që priten të marrin aprovimin për ndërtim në Pogradec kanë ndezur diskutime të forta në Këshillin Bashkiak. Këshilltar, aktivist dhe ekspert kanë kundërshtuar këto projekte, sidomos në zonat e mbrojtura si Parku i Drilonit, duke kërkuar kufizime për lejet e ndërtimit, edhe pse pushteti vendor nuk ka kompetenca të drejtë për drejta për miratimin e këtyre lejeve. Këshilli Bashkiak është thirrur të ndërhyjë pranë institucioneve përgjegjëse për të mbrojtur qytetin. Gjithve, nuk kemi asnjë informacion zyrtar apo do inventim zyrtar i cili të na thotë që është miratuar kjo apo ajo. Dhe po që kemi diskutojmë, kemi parë në përmërije sociale dhe nuk mund të nisemi për rrjetet sociale për të komentuar një projekt. Gjithsesi siç e theksova, nuk parë ka më shumë programisë me ato apo me ato që do Nga ana tjetër, këshilltari Arber Male ngriti shqetësimin se projekti Pyjet e Drilonit është prezantuar publikisht dhe apartamentet kanë nisur të shiten, edhe pse nuk është lëshuar asnjë lejë ndërtimi. Saksoj se është diskutuar masivisht nga disa kompani ende pa marrë lejë ndërtimore dhe zhvillimore. Kanë bërë publike projektet e objekteve shumëkaqe në disa zona qytetit. Madje mund të them se disa prej tyre kanë nisur negociatat për shitjen e apartamenteve ende dhe është informacion i konfirmuar tashmë, ka u miratuar lejet përkatëse. Ndërkohë eksperti Arjan Merolli theksoi se ndërtimet në breg të liçenit dhe në parkun e Drilonit rrezikojnë statusin që kjo zonë ka në UNESCO, duke kërkuar masa të menjëhershme për mbrojtjen e ekosistemit dhe peizazhit natyror të Pogradecit. Çfarë dëshirë mund të kesh ti kur në buz të liçenit ka arritur ndotja e të dyja elemente, fosfate, nitrate në nivelin që unë nuk i kam hasur kur bënja analizat në vitet 2005 apo 2006. Kështu që ideja ime është që ju duhet keni një informacion më plot dhe një nga ato elementet më potencial për këtë ndotje janë për këtë mos respektim të kritereve që ndihen në UNESCO është ndërtimet e larta. Diskutimet mbi këto ndërtime pritet të vijojnë, ndërsa qytetarët dhe ekspertët kërkojnë transparencë dhe mbrojtje të identitetit natyror dhe kulturor të Pogradecit.